Përshëndetje, para se me fillu me editu një video, ju duhet të organizoni fajlat që projekti juaj të jetë mirë i organizuar. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është që të krijoni folder të veçantë për çdo video që editoni. Në rastin tim, unë e kam krijuar folderin me emrin X projekti. Ndërsa brenda këtij folderi i kam krijuar folderat me këto emërtime: Assets, Audio, Clips, Project dhe Renders. Në folderin Assets, unë i vendosi të gjitha fotografitë dhe logot që i përdori në këtë projekt. Ndërsa, në folderin Audios i vendosi të gjitha muzikat, instrumentalet, voice overs, audio efektet apo gjithçka në lidhje me audio. Ndërsa në folderin Clips i vendosi të gjitha klipet individuale që i përdori në këtë projekt. Ndërsa tek folderi Project, këtu e ruaj source file-in e Adobe Premiere's. Për shembull, nëse vendosi që këtë video me editu ndonjë ditë tjetër, atëherë nga këtu e hapi dhe vazhdoj editimin. Edhe tek folderi i fundit që kam emërtu Renders, këtu e ruaj videon finale ku ta eksportoj projektin.